Sistemi shëndetësor për kryeministrin Edi Rama është përmirësuar në krahasim me vitet e kaluara. Megjithatë, ai pranoi se ka ende hapësirë për ndryshime për të garantuar më tepër shërbime cilësore. E nisëm punën me infrastrukturë jashtë çdo standardi. Kemi bërë goxha punë për të rindërtuar. Kemi bërë goxha punë për të hapur realitetet të reja me standarde të reja në sistemin tonë shëndetësor publik dhe kemi bërë shumë për të nxitur më tepër mjekët dhe infermierët dhe kemi punuar shumë në përgjithësi për të kaluar nga një sistem që ishte realisht dështim i madh për një periudhë të gjatë vitesh në një sistem që ka nisur të rrugëtojë drejt asaj që është me legjitimitet të plot, ambicia e qytetarëve shqiptar. Por ama, kemi ende shumë punë për të bërë për të mos garantuar me vetëm një bazë, por për të garantuar cilësi shërbimi. Gjatë prezantimit të një projekti italian për një qendër spitalore, kreu i qeverisë theksoi se tashmë është prioritet përmbushja e kërkesave të qytetarëve. Është një sektor me shumë sfida, me shumë vështirësi. Është një sektor që kërkon përpjekje të mëdha nga këndvështrimi financiar, nga këndvështrimi i reformave që duhet të zbatohen. Por ama, është gjithashtu një sektor që duhet të ketë atë që duhet të ketë, për të qenë në lartësinë e kërkesës së qytetarëve. Kjo është ajo që duam të bëjmë. Më herët qeveria bëri me dije se do të kesh shtim të buxhetit në sektorin e shëndetësisë, që parashikon rritje pagash për personelin, si dhe shtim të parave për parnat mjekësor.